Mr. Speaker, the President of the United States. Në fillim të mandatit të tij të parë si president, Donald Trump e përdori fjalimin e tij në një seancë të përbashkët Kongresit për të dhënë një mesazh uniteti dhe force, duke nxitur veprime dypartijake ndërsa shikonte 9 vjet përpara në festimet e 250 vjetorit të shpalljes së pavarësisë nga ana e Amerikës. Si do të duket Amerika kur të arrijmë 250 vjetorin ton, pyeti veten atëherë presidenti. The President of the United States. Ndërsa Trump u rikthye për të mbajtur fjalimin mbi gjendjen e shtetit më 24 shkurt, Amerika nuk duket as pak si vendi që ai e përshkruante 9 vjet më parë. Trump e filloi atë fjalim në shkurt të 2017-s, duke vënë në dukje se ishte muaji i historisë së njerëzve me ngjyrë dhe duke deklaruar se kishte ende punë për të bërë në rrugën e kombit drejt të drejtave civile. Ai kërkoi mbështetje nga Kongresi për disa iniciativa që mbetën qendrore për politikën e tij, siç është ndërtimi i një muri kufitar, por edhe për tjera që janë vyshkur prej kohësh, siç është reforma pozitive e migracionit, së bashku me një kujdes të arritshëm dhe të përballueshëm për fëmijët, investime të reja në shëndetin e grave, për ajër dhe ujë të pastër dhe një rilindje të shpresës në qytetet amerikane që sipas tij ishin lënë pasdore. Trump i tha Kongresit atëherë, dashuria e vërtet për popullin ton kërkon që ne të ngrejmë terrenet përbashkëta. Në fjalimin e këtij viti, ndërsa Trump shënoi 250 vjetorin e pavarësisë së Amerikës, ai përsëri përmendi vizione madhështore të një epoke të artë dhe një kthesë shekullore, të arritur vetëm në vitin e tij të parë në detyrë, por nuk përmendi në asnjë moment një terren të përbashkët. Ai nuk përmendi unitetin, në vend të kësaj, ai i quajti vazhdimisht kongresmenët demokratë të sëmurë dhe të çmendur dhe tha se po shkatronin vendin. Nëse do të kishim pushtet, paralajmëroi Trump, demokratët do t'i hapnin kufijtë e Amerikës për disa nga kriminalet më të këqij kudo në botë, si piratët somalez që plaçkitën Minnesotën. Trump tha se demokratët mund të fitojnë zgjedhjet vetëm duke mashtruar. Çfarë ndodhi në dekadën e kaluar presidentit që dikur fliste për unitetin dhe vendit ku kjo ide dukej ende e besueshme ose të paktën e dëshirueshme në politikën e tij? Një shkarkim nga detyra, një pandemi, një llogaridhënie mbi dhunën policore, një kryengritje për të bllokuar transferimin paqësor të pushtetit dhe më pas një tjetër shkarkim nga detyra, plus padijë dhe ndjekje penale të ndryshme, ndoshta të gjitha luajtën një rol. Po ashtu ndikoi edhe besimi në rritje i Trump në fuqinë e politikës së tij polarizuese. Në fundit ai e lexoi me përkushtim atë fjalim të parë në Kongres nga prompteri që zgjati vetëm një orë. Këtë herë ai vendosi një rekord maramendës për fjalime të tilla, pasi foli plot 1 orë 48 minuta dhe ishte më i angazhuar kur fliste pa skenar, megjithse përpjekja e tij u bë gjithnjë më e lodhshme ndërsa mbrëmja kalonte. Imagjinojeni sallën e dhomës përfaqësuesve nga këndvështrimi i presidentit. Në të djathtë të tij ishin ulur përfaqësuesit demokratë, të cilët ai beson me të drejtë se nuk do ta mbështesin pothuajse në asgjë. Direkt përpara tij ishin ulur 4 gjyqtarë të gjykatës së lartë, e cila megjithse e dominuar nga konservatorët sapo kishte sinjalizuar angazhimin ndaj autoritetit të saj të pavarur. Duke shpallur të paligjshëm vendimin e një fuqie prezidenciale për të vendosur taksa kufitare sipas tekave, kjo i hoqi Trump mjetin më të besueshëm për të dominuar vëmendjen e botës dhe për të marrë respekt nga jashtë. Një vendim të pafat e quajti Trump në fjalimin e tij vendimin e gjykatës së lartë për të anulluar tarifat. Me këto dy zona jashtë kontrollit të tij, Trump e përqendroi mesazhin te përfaqësuesit republikanë në dhomë. Ai nuk mund ta pranojë t'i humbas ata, por Trump e di se me zgjedhjet e mes mandatit këtë vjesht, ata po bëjnë gjithnjë më të paqëndrueshëm. Sondazhet e fundit tregojnë se mbështetja publike për Trump është në nivelet më të ulta që nga kryengritja e 6 janarit 2021, kur u sulmua Capitol Hill. Zonat kryesore zgjedhore, duke përfshirë votuesit e pavarur, latinoamerikanët dhe madje edhe republikanët e rinj, po humbasin besimin tek presidenti. Plot 6 në 10 amerikanë besojnë se Amerika është më keq tani se sa një vit më parë, sipas një sondazhi të Marist. Edhe pse Trump i ka sulmuar ashpër antarët republikanë të Kongresit që janë shkputur prej tij në muajt e fundit për shkak tarifave apo luftrave, ai ishte i kujdesshëm gjatë fjalimit duke mos i kritikuar.
Trump ofroi pak ide të reja politike, por përbuzja e tij e hapur në mosurrëtia ndaj demokratëve së bashku me mburjen karakteristike për arritjet e tij ndihmuan në bashkimin e republikanëve duke sinjalizuar qëllimin e tij për të kaluar në ofensivë mbi ekonominë dhe emigracionin. Duke u dukur si zakonisht më pak si kryetari i dhomës përfaqësuesve, Mike Johnson u ul mbi shpatullën e majtë të Trump duke buzëqeshur me padurim me batutat e tij. Megjithatë, Trump dha një farë inkurajimi. Ekipi olimpik i hokej për meshkuj dhe ushtarakët heroik që ai përmendi në galeri ishin prova qetësuese se në këtë vit të 250 amerikanët ende kanë pasione të ndryshme nga politika dhe vlera që tejkalojnë ndasit partijake. Por kur erdhi puna te politika, lufta kulturore zëvendësoi çdo ambicie tjetër. Megjithatë, Trump la shumë pyetje pa sqaruar nëse Amerika do ta sulmojë përsëri Iranin. Gjithashtu në përvjetorin e 4 të pushtimit të Ukrainës nga Rusia, ai nuk solli asnjë vizion të ri për t'i dhënë fund luftës. Trump nuk kishte asgjë për të thënë në lidhje me sfidën e paraqitur nga Kina apo premtimin dhe rrezikun e inteligjencës artificiale. Ky fjalim ka të ngjarë të mbahet mend vetëm për gjatësinë e tij, por efekti do të jetë një zbeje e mëtejshme e rëndësisë së fjalimit për gjendjen e kombit.